Endrit Mustafa thot, kur vdes njeriu, a din në esen për botën tjetër ose për këtë botë, apo nuk din asgjë deri në ditën kur të gjykohet. Ajo çka duhet të dimë se kur njeriu vdes, shkputet tërës nga kjo botë. Mirë, po mbeten disa lidhje që ati nganjëherë i shfaqet ajo që bën këtë botë. Në qoftë se ka lënë ndonjë vepër të mirë, sar ajo vepër e mirë bëhet shkaktare që njerëz të përfitojnë këtë botë, ati i shkon shpërimi i kësaj dhe ai informohet për këtë botën tjetër. Në këtë mënyrë bëhet një farë lidhje mes tij dhe kësaj bote. Gjithashtu nëse ka lënë ndonjë punë të keqe, dhe ajo punë e keqe vazhdohet dhe njerëzit si pasojë, si shkak i veprës së të keqe bën vepra të këqija, atë gjithashtu ati do të shkon gjunohi Allahu na ruaj. Dhe në këtë rast gjithashtu informohet për këtë të keqe. Përndryshe në raste të tjera mbet i shkputur nga kjo botë dhe nuk din asgjë për këtë botë deri sa të bëhet dita e gjykimit dhe takohet me ata që i kanë lënë pas vdekjes së tij.